Mirëmbrëma të nderuar shikues. BDI po vazhdon me opozitarizëm derisa vlen dhe vëmëro me qeverisjen. A është kërcënim apo rrezik për BDI-n konsolidimi e koalicionit vlen në një subjekt të vetëm politik? A do të mbështes BDI sërish protestën e 18 majit të paralajmëruar nga studentët? Këto dhe temat të tjera ne sonte do t'i bashkëbisedojmë me sekretarin e përgjithshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Arber Ademi. Mirëmbrëma, zoti Ademi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Ademi, po filloj me këtë fundit, pastaj për të vazhduar edhe me tema tjera. Studentët e përfunduan protestën e parë, pam në protestë edhe prezencën e ish funksionarëve të BDI-s, pjesë e cila u kritikua më së shumti se çka kanë kërkuar funksionarët e BDI-s në këtë protestë, derisa kanë pasur pushtet absolut dhe nuk e kanë zgjidhur këtë çështje. Tani studentët paralajmëruan, tashmë është publike edhe protesta e SHN-s ku do të protestoj sërish për çështjen e njëjtë. A do të vazhdoni ta mbështesni sërish këtë protestë? Në radhë të parë për hir të informimit drejt të opinionit, nuk ka patur në protestë vetëm përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim, po ka patur në protestë edhe përfaqësues nga Aleanca e Shqiptarëve e zotit Aravari, nga Aleanca e Shqiptarëve e zotit Sela, po madje ka patur përfaqësues edhe nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Në atë protestë ka mungu Stojlkoviqi, Fillkovi dhe Vleni. Edhe prandaj nuk do duhet t'i jepet kësaj lloji ngjyrimi, për arsye se pamjet janë të qarta. Madje kanë patur deklarata përfaqësuesit e partive të ndryshme politike për këtë çështje. Mirë, po ideja ishte për shkak të qeverisjes më afatgjate të BDI-s në pushtet. Njëherë po flasim për pjesëmarrjen, apo pjesëmarrja nuk ka qenë vetëm e BDI-s, ka qenë e të gjithëve, përveç Stojlkoviqit, Fillkovit dhe Vlenit që s'ka marrë pjesë në protestë. Çështja e dytë ka të bëjë me atë se si BDI po merr pjesë në protestë, ndërsa këtë çështje nuk e ka rregulluar. Pyetje me drejt apo jo? Po, legjitime është. Sigurisht. Mirë, po përgjigjja është se kjo çështje është e rregulluar. Ligji për përdorimin e gjuhëve parasheh këtë çështje. Ju e dini rrethanat dhe kushtet në të cilët e kemi sjell ligjin për gjuhët. Kushtet e jashtëzakonshme. Kushtet e jashtëzakonshme. Ju e dini se VMRO DPMN edhe fizikisht aso kohë ka tentuar, ka bërë çmos, ka provokuar dhe ka tentuar që edhe fizikisht mos ta lejoj sjelljen e një ligji të tillë. Por jo vetëm fizikisht, edhe juridikisht, zoti Ismaili. Ju e dini se refuzoi presidenti nga VMRO DPMN i aso kohë për ta firmosur, për ta dekretuar. U kthye ligji në lexim të tretë, për arsye se mbas kushtetutës vendit tonë, herën e parë ka të drejtë presidenti. Në teorinë juridike dhe politike quhet e drejta e vetos suspenzive, apo? Edhe në lexim të tretë, po njëjtë u përballa me të njëjtën çështje nga opozita e atëhershme maqedonase, VMRO DPMN. Këto janë fakte. Këto janë filmime, regjistrime, të cilët edhe sot e kësaj dite e ruajnë atë aktualitetin e vet. Evergreen janë. Kur flitet për statusin e shqiptarëve, gjithmonë kanë me dalë këto pamje përpara opinionit. Dhe çka ndodhi, zoti Ismaili, për arsye se edhe juridikisht opinionit duhet t'ia freskojmë memorje. Pasi edhe në leximin e tretë ligji kaloi me shumicë absolute. Presidenti i atëhershëm i vendit shkeli kushtetutën, zoti Ismaili. Nuk e dekretoi, megjithëse mbas kushtetutës vendit ton, është i detyruar që ta firmos sjelljen e ligjit nga parlamenti. Nuk është presidenti mbi parlamentin. Herën e parë e ka të drejtën e vetos jo absolute, suspenzive, e shtyn derisa parlamenti kalon në lexim të tretë. Në lexim të tretë u votua përsëri me telashe, përsëri me probleme, ky ligj, cilin sot ne po e mbrojmë. Edhe ky ligj që sot e rregullon këtë çështje, e shumë çështje tjera i rregullon. Prandaj, nëse ka Bashkimi Demokratik për Integrim, një kapital të madh politik, pas arritjes së marrëveshjes paqësore të Ohrit, e ka pikërisht me sjelljen e ligjit për gjuhën shqipe. Madje edhe në këso rrethana, që sot ne të gjithë studentët,
shoqëria civile, e gjithë të tjerët thirren se sot një drejtë e këtill është e garantuar. A keni dëgjuar dikush që ta mohojë një drejtë këtill? Përpos Fillkovit, Stojllkovicit, po e mohojnë. Mirë po, e zeza mbi të bardhë është vendosur. E çujtet ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, derisa oponentët tuaj politik nga koalicioni Vlen, edhe gjithashtu edhe kryeministri i Kosovës zoti Kurti, kanë thënë disa herë, i keni dëgjuar edhe ju se nuk ka ligj për gjuhën shqipe në Maqedoni, ka ligj për përdorimin e gjuhëve. Shikoni, në kohën e fundit kemi një kakofoni në aspekt të qëndrimeve. Në qoftë se i referoni zotit Mexhidi, Po. në vitin kur është miratuar ky ligj, ai ka dalur publikisht, ka thënë në urime gjuha shqipe gjuhë zyrtare. Atko kur ka qenë në BDI. Po tash kur e ka thënë të vërtetën? Njëherë po gënjen. O atëherë ka gënjur, o sot po gënjen. Unë besoj se sot. Se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Në endin tonë. Po nëse është gjuhë zyrtare, zoti Ademi, do dalim njëherë ta sqarojmë këtë çështje. Fatkeqësisht, kryeministri Kurti ka gabuar rënd me deklaratën që e ka thënë. Tash i mbetet atij që të sqarohet përpara opinionit shqiptar në Maqedoni për deklaratën e dhënë se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, edhe është zyrtare edhe me kushtetutën e vendit, edhe me ligjin. Po zoti Mexhidi e ka quajtur zyrtare. Sot zoti Sela nuk është pjesë e koalicionit tonë, po zoti Sela e quhen zyrtare. E quan edhe një të arritur ku ka kontribuar edhe zoti Sela. Zoti Taravari e quan gjuhë zyrtare. E kur jemi të Vleni, kemi të Vleni përfaqësues politik të cilët këtë gjuhën tonë, të shtrenjtë amtare e kanë quajtur gjuhë zyrtare, sot e thonë nuk është zyrtare. Ka përfaqësues të Vlenit, të cilët thonë nuk është gjuhë zyrtare, është gjuhë e përkthyer. Ka përfaqësues të Vlenit, të cilët thonë nuk është zyrtare, po është potencialisht zyrtare. Ose në klapa, po. Më thoni, a ju pret atyre sëpata me një vend? A vetë në tulen, le të mirën vesh, gjoja se tash një parti janë bë. Gjoja, pse vetëm gjoja? Se nga regjistri nuk i kanë shly partit e veta. Po, ishin në procedurë juridike, po. Për momentin që po flasim, nuk ka shkrirje. Momentin që po flasim. Mirë, ne do të diskutojmë edhe për këtë. Po, do diskutojmë, po. Mirë po, qoftë edhe si koalicion, qoftë potencialisht edhe si parti. I bëj thirrje le tulen, a ka mundësi që tulen, edhe ta ndërtoj një gënjeshtër të vetme. Ama e vetme tjetë. Mos thonë, është zyrtare, s'është zyrtare, është e përkthyer, potencialisht zyrtare. Po, sepse sekretari i kuvendit e ka quajtur gjuhë të përkthyer, ndërkaq edhe funksionarë të lartë të koalicionit Vlen kanë folur edhe me kompetencë juridike se gjuha shqipe nuk është zyrtare. Ai që ka folë me kompetencë juridike, po është zoti Ibrahimi e ka që nuk e ka sfondin e juristit, ai dy qëndrime i ka. Thot, është e përkthyer, nuk është zyrtare, a një qëndrim të fundit thot potencialisht është zyrtare. Ka dallim terminologjik në këto tre shprehje. Edhe zotit Ibrahimi i sugjeroj, le t'i pres sopata me një vend, edhe le të thot, le të përcaktohet për njërën, apo për tjetërën, apo për cilën do qoftë, ama le të përcaktohet, le të përcaktohet se cila është... Ju nga BDI, nga vitit 2019, do të s'keni ndryshuar qëndrim mbi zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Nëse është kështu, zoti Ademi. U parashtru një pyetje publike se në cilën gjuhë e ka dhënë provimin e jurisprudencës djali zotit Xhaferit. Po për mos me hyrë në aspektet familjare. Funksionarët e BDI-s, keni mjaftueshëm jurist, mesin e cilëve jeni edhe ju, zoti Ademi. Edhe funksionarët e Vlenit. Pas vitit 2019, në cilën gjuhë e ka dhënë provimin e jurisprudencës me që është zyrtare gjuha shqipe? Zoti Ismailja, është mbajtur deri më sot provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe? Du të themi para opinione. Nuk është mbajtur, mërla. Po. Nuk është mbajtur. Asë njerë dërë më sot provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe. Mirë po, a do të thotë kjo që kur asë njerë mos mbajt, kur ligji mora e garanton? Po nuk është vetëm kjo çështje. Unë studentëve të mi u a them, a do të mund të na dalin
Zoti Ismaili, vetëm për cjellën e këtë pjesë, a do mund të na dalin edhe në të ardhmen situata që ligji për gjuhën shqipe i rregullon e që ende nuk praktikohet gjuha shqipe, mund të na dalin. Për shembull, shkresat e noterëve, avokatëve, përmbaruesve, duhet në dy gjuhë të bëhen. Shkresat mjekësore, ja, ku nuk zbatohet, duhet në dy gjuhë. Në seanca gjyqësore që është edhe këtu kontestuese kjo pikë. Në seanca gjyqësore. Po, ka raste janë përmendur ku në gjykatë ta zëm në gjykatët e Tovës, ku i pandehuri është shqiptar, gjykatësi është shqiptar, seanca është mbajtur gjuhën maqedonase. Çka thot, po prandaj po ju them zoti Ismaili. A mund përballemi? Kjo është një situatë e parë faktike, të cilën e kemi konstatuar. Po këtu cila është pyetja thelbësore? A kanë të drejtë ligjore studentët apo s'kanë të drejtë ligjore? Kjo është pyetja thelbësore. Për arsye se kemi me ardhur në situata shumë të tjera, disa i potencova, ku do të kërkohet zbatimi i ligjit për gjuhët. Hartuesi i ligjit për gjuhët ka përdorur formulime brillante që në të gjitha institucionet shtetërore gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Sepse zëvendës ministri i Arsimit, zoti Sulejmani, nga këtu ka thënë që ligji për përdorimin e gjuhëve, ashtu si e rregullon statusin e gjuhës shqipe, e rregullon edhe statusin e gjuhës turke, gjuhës të pakicave të tjera. Po mirë, është, hajde në nivel shteti po flasim. Tash mos të krijojmë tymnaj. Po. Kaos kështu me qëndrime, del një përfaqësues me 3 qëndrime ndryshme, del tjetri me 10 qëndrime ndryshme. Prandaj po ju them, le të koordinohen më mirë, le të përcaktohen për një gënjeshtër edhe do ua konsiderojmë si legjitime. Po më thoni, ju i përcjellni zhvillimet, a është gjuha turke gjuhë zyrtare në nivel të shtetit? Jo, sepse a flitet turqishtja në kuvend, në qeveri, a flitet në presidencë, vula e presidentit shtetit, a është edhe në gjuhën turke, apo vetëm shqipe maqedonisht? Vula e kryeministit shtetit, vula e shovinistit Filkov, në çfarë gjuhë është? A na qenë ka dhe në gjuhë rome, serbe, bosnjake, vlehe, turke? Kujt po mundohen t'i hedhin pluhur në sy? Ma e ndershme është, po jo jap një këshill vëllazërore, se prap vëllezër një gjaku, në rrugë të gabume, totalisht politike janë. Madje ju i konsideroni që të dalë prej partisë tuaj. Po, shumica janë derivat i BDI-s. Shumica janë derivat. Ta përfundoni me këshillën, pastaj për të vazhduar me tema tjera. Po, ua them një këshill miqësore, që le ta mbrojnë këtë arritur. Le ta mbrojnë, këtu le të fokusohen. S'kan takat për me bë më shumë. Gjithë po e shohim. Po mos të bëhen nihilist. Edhe ti dëmtojnë këto të arriturat të cilët i kemi shënuar bashkë, si shqiptar, si shoqëri nëse doni. Edhe si shoqëri, se për ligjin për gjuhën nuk kanë votuar vetëm deputet shqiptar, kanë votuar edhe deputet komuniteteve tjera. Kjo është arritur e marrëveshjes paqësore të Ohrit, edhe prandaj po ju them, nuk është temë substanciale, demantomni nëse e kam gabim, se si ka qenë në të kaluar, se s'ka qenë deri në të kaluarën. Kjo është një situatë. Do të kemi edhe shumë situata tjera do të lindin. Edhe po lindin. Po provimin i jurisprudencës ju po e përmendi. Po provimi i kontabilistëve. Po provimi i studentëve të arkitekturës, të diplomuarve në arkitekturë. Po provimet shumë fushat të tjera. Po ju e përmendet edhe me të drejtë e përmendet. Po procedurat gjyqësore, ju e dini se ligji për gjuhët, mjafton thot, njëra nga palët në proces të jetë shqiptar, që gjuhë e procesit, jo gjuhë e përkthyme. Tjetër është ai i Indonezisë në SBA, që nuk e kupton anglisht dhe ja sigurojnë përkthyesin. Kjo e drejt garantohet në gjitha vendet e botës. Po, sigurisht. Këta kanë probleme serioze në nocionet themelore. Unë po flas jo për përkthim, për gjuhët procesit, që gjuhë e procesit është për shembull parlamenti. Del shqiptari, flet shqip, del maqedon, edhe gjuha shqipe, edhe gjuha maqedone, paralelisht janë gjuhët procesit, edhe në të folur në komunikim, edhe në të shkruar.
po flas për gjuhë procesit përsëri. Mjafton njëra prej palëve në procedurë gjyqësore të jetë shqiptar që gjuha shqipe të jetë paralelisht gjuhë e procesit. Shembull, po e them. E dëgjova një gazetar maqedonas që fare nuk më pëlqej konstatimi i tij, se sikur këta po dojnë të rinegociojnë të arriturat. Tash ju i kushzut BDI-a, e shfrytëzut momentin e Kanë marrë më shumë se sa duhet. Po, ai çka thot? Thot sebre, thot ligji për gjuhët, thot mundson që një proces gjyqësor i cili zhvillohet në Strumic apo Delçev, thot gjyqtari Maqedonas, prokurori Maqedonas, pala Maqedonase. Po pala me qëllim me merr një avokat shqiptar. Edhe thot, a e dini se ligji për gjuhën mundson këtë rast që gjuha e procedurës të jetë gjuha shqipe? Veç prezenca e një shqiptar. Po mërzotri, po çka të pengon gjuha shqipe? A cenohet gjuha maqedonase në këtë rast? Jo, absolutisht, asnjëra tjetër nuk pikërisht gjykata kushtetuese dëshiron të na i shfuqizoj këto dispozita. Edhe një deklaratë. Se harrova edhe një deklaratë se përmenda Strumicën Delçevan. Po vetë sot Izet Mexhiti ka kërku që Ali Ahmeti ka kërku gjuha shqipe të jetë zyrtare vetëm në qeveri e në parlament. Ai e ka deklaruar kështu. Po zoti Ali Ahmeti e bëri edhe në Delçev dhe në Strumic. Zoti Mexhiti ka thonë kështu. Ku e ka thënë? Në Tubim ka thonë. E keni atë video, e virale është. Ne i kërkuam, thot po e parafrazoj, ne i kërkuam Ali Ahmetit që ta bëj Shqipen zyrtare në qeveri e në parlament, po kë e bëri edhe në Delçeve në Strumic. Po tash po Delçes se pas ka bërë. Po kur po e thot vërtetën, më tregoni. Tash unë në këtë shembullin. Po. Në Strumicë, në Delçev, me këtë avokatin shqiptar, këtë palet janë Maqedonas. Ligja e mundson Shqip të jetë gjuha e procedurës ajo? E mundson, zoti Ismaili. Po, e mundson zoti Ismaili dhe kjo... teoretikisht, po në praktik nuk po ndodhë, zoti Ademi. Po, shumë e drejtë e keni, kjo çështje tjetër që e debatojmë, nuk po ikim. Shumë e rëndësishme. Po, nuk po ikim debatin. Ne po flasim juridikisht njëherë. Po. Se këta po thojnë nuk ka zyrtare. Tash ju po argumentoni që... Po, unë po them, ja çka thot ligji. Po, a ka pengesa... Po për hir të korreksi, zoti Ademi. Ademi. A ka pengesa në implementim? Që nga fillimi po i referoheni në dy mënyra. Herë po i referoheni ligji për përdorimin e gjuhëve, e herë ligji për gjuhën shqipe zyrtare. Po. Tani, cila është e sakta? Merreni, hapeni ligjin, lexoni nenin 1, paragrafi 2, ku thot... Ama ligji si quhet, zoti Ademi? Po ligji për përdorimin e gjuhëve. A e dini pse ligji për përdorimin e gjuhëve? Se në nenin 1, paragrafi 1, e përcakton gjuhën maqedonase si gjuhë zyrtare, sa ashtu e përcakton edhe kushtetuta. Po. E pastaj ligji më tutje e rregullon statusin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në raport edhe me maqedonishtën si gjuhë zyrtare. Në këtë drejtim. A e dini ju se këtu e kam edhe vendimin e gjykatës kushtetuese? A e dini se këtu Tanja Karakamisheva është njëra prej inicuesit? Po, që ka dërguar ankesë në gjykatë kushtetuese. Po, kjo ekspertja tash që ja bën ligjin për përfaqësim drejt, që zgjidhje mundohet për jurisprudencën, ekspertja më e madhe e vendit. Edhe VMRO-ja është inicuese, 13 iniciativa. A e di se njëra prej iniciativave edhe titullin e ligjet e konteston. A e dini pse? Me çfarë baze? Se thot, ky ligj nuk po e rregulloi vetëm statusin e gjuhës shqipe, po e rregullon edhe statusin e gjuhës maqedonase. Pse të na rregulloi statusin e Maqedonisë? Po dy gjuhë zyrtare janë, më zotëri. Dy gjuhë zyrtare. Na, duhet ta përcaktojmë se ku qëndron gjuha shqipe në raport me një gjuhë tjetër zyrtare, që në këtë rast është gjuha maqedonase. Për çka po flasim ne? O, asgjë s'po kërkojmë, zoti Ismaili. Asgjë. Ma mirë s'mund ta bëjnë, s'kan takat. Rune si sytë e ballit, këto të arritura, mjafton kaq. Derisa dalim zgjedhje. E kur dalim zgjedhje, do të ballafaqohemi përsëri. Edhe rrethonat politike do të ndryshojnë, edhe këto do të mbahen mend si garnitura më e dopt e përfaqësimit politik të shqiptarëve
prej pavarësisë Maqedonisë deri në ditën e sotme. Akoma se kanë përfunduar një mandat, zoti Ademi. Janë vetëm 2 vjet në qeveri. 2 vjet janë shumë për me tregu Për me qëndru në opozitë, jo, për me tregu performancën. Edhe jo më kod fjala popullore thot, dita e mirë shihet prej mëngjesit. Mirë, se këtë e fillu nga diskutimin për provimin e jurisprudencës, edhe pyetja ishte se ju personalisht do të merrni pjesë në protestën e të hënës në ora 16:30. Sepse në protestën e parë në realitet patë edhe një incident personalisht edhe me juve, zoti Ademi. Po, prej Izet Mexhidit edhe djalit dajës ti, Burim Latifit. Se ai ishte student, Po. Ai punon në klinikën e fëmijëve, ku shija i parë, fshiu i parë i zotit, po s'mundet demand, po kjo Maqedonia është e vogël, një jemi mes veti. Një jemi mes veti. Nuk kam pranu as vit më kërkoj falje. Do më thonë se s'ka faj i shkreti. E kanë dërgu për një kafshat buke i keq përdorin njerëzit. Nuk flasim për këto tentativa. Jo, absolut, po do t'jeni apo jo me studentët të hënën? Marrë është mos me mbështetë. Turp është mos me mbështetë. Çka po kërkojnë studentët? Edhe sot kanë dalë me qëndrime ku kërkojnë mbështetje për gjithë partive politike. Po, fikse, sepse akuzat më të mëdha filluan edhe me atë që akuzohen edhe studentët se po politizohet protesta e tyre nga BDI. Pse nga BDI? Po aty po marrin pjesë edhe ASH-ja e zotit Taravari, edhe ASH-ja e zotit Sejla, edhe LSDM-ja, po dalin gjitha, PD-ja dhe PS-ja janë bashku sot, zoti Ismaili. Edhe shumë mirë që kanë bashku. PD-ja dhe PS-ja në Shqipëri janë bë bashkë në mbështetje studentëve. E keni zonjës Jurida Tabaku qëndrimin, e keni zotit Pandelim Majko qëndrimin, e keni të shoqërisë civile, gazetarit Manin Mema, e keni Enver Hoxhajt i PDK-s, e keni Daut Haradinaj të AK-s. Do me thonë, gjitha partit në gjithë trojet shqiptare po bashkohen, po këta që duhet të marrin leje, e atë leje se ne sigurojnë prej Stelkovicit, prej kryeministrit Mickoski, prej Filkovit, edhe këta çka do të bëjnë, si ta mbulojnë mos pjesëmarrjen e tyre. Po politizohet. Po politizohet. Jo mërë zot një ftesa është edhe për ty. Gjua s'duhet në ndaj. Sigurisht. Unë kam qenë në pushtet, zot Ismaili, edhe kam dalë në protesta. E dini bota akademike kërë të qua në protesta për shkak pagave? Ka marrë pjesë në protesta. Pas protestës gjithë gazetarët më kanë pyet. Po të shne, këtu. Deklarat publike. Kam thonë, sot ka marrë në cilësinë e profesorit se bashkë ndjej i mbështes kërkesat e tyre. Po njëkohësisht, duke qenë edhe politikan, mëngjes e kam dorëzu propozim ligjin për ngritjen e pagave, e në drek kam shku kam protestu. E pas 3-4 ditëve, në parlament e kam miratu ligjin e pagave. Pra nuk është turp edhe prej pushtetit me protesto? Se në realitet, pushtetit duhet të ofroj zgjidhje. Unë kam shku me zgjidhje. Unë kam shku me zgjidhje në protestë. Po edhe në protestës ju kam bashkangjit, se kërkesat kanë qenë të drejta, legjitime. Sot e dim profesorët universitar se çfarë statusi kanë, shumë atë mirë. Me paga dinjitoze, me kushte dinjitoze. Po pushteti e ka edhe një përgjegjësi më të madhe. Le të vinë këta në protestë me zgjidhje. Po tallet marr Filkovi me këta. Sepse kur i kemi pyetur edhe për këtë çështje, edhe pse nuk e kanë marrë pjesë në protestë, edhe çfarë po punon ai grupi punës, përgjigjja e tyre është se kjo çështje do të rregullohet me gjatë se keni dëgjuar edhe prononcimin e kryeministit Mickoski teksa kërkoi durim prej studentëve sepse përmendi edhe Komisionin e Venedikut që kjo çështje do të zgjidhet përmes një ligji të ri. Jo, s'ka nevojë ligji i ri. Ligji i ri është me ja bë varrin ligjit për gjuhët. Ligjit për gjuhën shqipe. Kush po do me ja bë varrin ligjit për gjuhën shqipe? Ligjin për përdorimin e gjuhës. Po. Jo, iniciativë më DPMN. Ja kjo. Kur ka qenë në opozit. Po dhe. Po se ka tërheq iniciativën. Se mundet ta tërheqësh iniciativën. Ajo qëndron pas asaj iniciative. Edhe sot në pushtet qëndron. Madje edhe me buton gjyqtarët e gjykatës kushtetuese i shtyp atje për me votu ashtu siç parashë programi. E zoti Mexhidi këtu thotë janë të vetëm të lut. Kush gjykata kushtetuese ka votu BDI? Po si më në kohën e BDI-s
A e ke njofti këtë kryetarin e gjykatës kushtetuese? Po, ka qenë këshilltari presidentit Gjorgje Ivanov. Po jo, si këshilltari I presidentit, njëjti president që ju pak para në fillim e shpjegu që nuk e ka dekretuar ligjin për po përdorim. në tagrin e presidentit është me i propozu që presidenti ka detyrë edhe drejt kushtetuese, mandat me propozu. Tash, apo kërkone që natë janë ndryshojmë vullnetin Gjorgje Ivanovit. Po nëse kemi votu Gjorgje Ivanovin, kundër Gjorgje Ivanovit kemi gjenë, kundër presidentit njanshëm, ne jemi pro konceptit president konsensual, po të lutem. Po si mërë që ky shovinisti, Darko Kostadinovski, që është shovinist par excellence, do me thonë, ai nuk ka një uri elementare, dëgjoja një argumentet, thot t'i vendoset Chelsea, gjykatës kushtetuese, nëse vendosë me bandën tërë. Pa i s'ka një uri se ka gjykata kushtetuese në mjaft vendet botës, të cilët vendosin me super majority, me shumicë superiore, të kualifikuar, prej nëndve shembull 8. Jo, pa ai argument bie poshtë edhe kuvendit atë duhet i vendoset drymi, sepse kuvendi është po ju e keni po, pse mesat për Safe City të vinë Shqip. Pse me ardhë Shqip? Ma mirë në gjuhë angleze, Ma mirë në gjuhë angleze, edhe ma që pse Shqip? Edhe pse të njëjtit turistët nuk evidentohen nga... Turistët, kujt pjetë do t'ja qështë i anglisht? Po, fare nuk e evidentohen në këtë sistem. Shqiptari te e vendos në pozit më diskriminuese se sa një turist që rastësisht tranzit është. Edhe që nuk e merr ai porosin, se se ka të dhënën. Fakt. Ai mos njohjeve elementare të sistemit ka, edhe të argumenteve. E ky Darko Kostadinovski, si mund një deklarat këtij, nuk e keni dëgju ju dërsa ka qenë BDI-a në pushtet. Po si mund ky u bë tash me këta në qeveri, figura kyçe në shtet, edhe ka shndërru gjykatën kushtetuese të Maqedonisë në gjykatë destabilizuese të Maqedonisë, në gjykatë politike të Maqedonisë, në gjykatë të kapur kryekput nga politika. Atash, a ne jemi fajtor, zote Ismaili, për këtë? Po, në fakt, oponentët tua ju që njuve fajtor, jo mërë se që thojnë oponentët. Jo, po, ka rëndësi, zote Ademi, sepse janë ato të rëndësishëm partë sa jo. Jeni në skenë politike, ata kanë besimin e popullit. E disim gjëson kjo argument. Si? Ka më te për shembuj. Po hajtë për i marë një ose eventualisht dy në që jo, në interes të kohës vetëm një. Po shpejt po mundonë. Si Raman Morina në 89 të thoshte, po shfuqizohet autonomia, se autonomia nuk kanë shpavarësi, pse more ato para neve, nuk e kanë bo pavarësi, po neve na i kanë lënë, letë shfuqizohet tash. Se nësë shpejti do të bojmë shtet pavarër Kosovën, se këta na kanë lënë me autonomi. Zgjidhje gjysmake, që e kanë merak zgjidhje gjysmake, semi zgjidhje, kështu merak. Ose në një ndeshje futbolli, der minutën e 85, ekipi A dominon, 2-0 e mune, edhe dominonës totalin në fush ka. Bohën 3 zavendësime, a 5, këta sa janë, 5, 3 pa 2. Jo, tash janë një, tash një së vjetë. Bohën 3 zavendësime, edhe bojnë gabime fatale, prejnë 2-0, për 5 minutët e fundit përmbyset rezultati 3-2. Edhe këta fajtor të thonë, po pse se banet ju 5-0? Po e latë vetëm 2-0. E tash na i dhanë 3 gola këta. Ne gabum, po ju dashme na lënë 5-0 të ndeshjen. Po, ose keni lujtë 85 minuta. Jo, me gjithata, po, shembulli parë në banë, kur jemi të këto çështje, zote Ademi, sot, sa është në rrezik? Politika nuk përfundon. Do me thonë, asë një loj futbolli nuk është, maraton, edhe përtej maratonës. Nuk përfundon, kështu që gjithmonë përfaqësuesit mirë ta përmirësojnë ndjenjen, statusin ta përmirësojnë, e përfaqësuesit e ligë gjithmonë të hapin të lashe të reja. Edhe gjithmonë këta të ligët i fajsojnë të tjerat. Po pse su bon, pse na lanë këtë punë, pse na lanë këtë punë? O zotëri, ti je pjesë e qeverisjes me pa të drejtë, se s'ka dhonë populli mandat. Po ja si i përgdhelur i kryeministrit, je aty ku je. Mos i fajsot të tjerë, ruaj të paktën këta të arritura. Ruaj pak këta të arritura. Mos u ban si Raman Morina. Letë shfuqizohet autonomia. Çka me bon, s'na kanë dhënë ata të tjerë pavarësi.
Jo, në fakt, për çështjen e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ato po kanë ofruar garancion që nuk preket ligji për përdorimin e gjuhëve. Ju e dini edhe atë shprehjen e famshme të zotit Mexhil ku thotë që rreni rahat që kjo ligji për përdorimin e gjuhëve nuk preket. Rreni rahat provimi i jurisprudencës shqipashtu mbajt, apo? Jo, nuk mbahet. Po s'mbahet. Rreni rahat se Ministri Diasporës do të themelojmë, apo? Diasporën e fshin. Rreni rahat se bank shqiptare do të hapim. Alta Banka e Maqurës është ba, këtu. Tjetër, rreni rahat se atë formulimin 20% na kushtetutën do të ndrojmë. A u ndru formulimi, asë zgudzojnë, asë si tem të hapim. Rreni rahat se presidentin do të zgjedhen nga parlamenti, ma. A diskutohet kjo çështje? Jo, kjo e fundit, jo. Nuk diskutohet. Rreni rahat se ka 10.000 euro do t'i merrni për privatizimin e kompanive. A i ke marrë ti 10.000 euro? Jo. Po jo, asune jo. A asë një qytetar si ka marrë. Rreni rahat se Ministrinë e Punëve Brendshme do t'a drejtojmë na. Mire, ato janë çështje fushate. Jo. Gabim. Në qoftë e relativizoj. Jo, nuk po e relativizoj, mirë, po t'jemi korrekt se çështja e Ministrisë Punëve të Brendshme kanë premtuar. Jo, në programe kanë. Në programe kanë? Po, edhe në programe. Po, programe kanë. Po, edhe çështjen e akademisë kanë. Po, rreni rahat se Akademinë Shqiptare do e bëjmë. Çka thanë, prej 2024 mo nuk përmendet Akademia. Në emisionin tënde thanë. Po, fiks ashtu. Po, i mashtru njerëzit. Siç kanë mashtruar për gjithçka. Mos e relativizoni. E di, Jo, absolut. Se zoti Ismaili vetë. Se partitë politike pse hartojnë program? Se për të ja paraqitur një ofertë qytetarëve për ta fitu besimin. Tash, kur ju nuk e keni përmbush as një pikë, çka duhet t'ju bëjmë këtyrëve? T'ju aplaudojmë, bravo, se në mashtrut? Jo, Allah, duhet t'ja u përmendim. Se atëherë... Atë programe kanë për 4 vite, zotë Ademi. Tani kemi korrekt se nëse kanë konkuru në zgjedhje, kanë garu me atë programe, kanë për 4 vjetë. Mandati i tyre është vetëm gjysmë. Cila prej këtyre çështjeve thonë se do ta realizojnë? Keq këto çka i përmenda. Cilën do të thonë se brenda afatit 4 vjeçor do të bëjnë. Këtu i kemi pyet, kanë thënë që kemi realizuar edhe për te atyre që kemi premtu, kemi zgjidhur çështjen e medresesi Sabeu, atë që nuk e ka bërë BDI për 20 vite. Jo, BDI-a e bani, po gjykata kushtetuese e shpallë si jo kushtetuese. Pse tani s'po e shpall? Po këta e kanë kontroll me buton. Shikoni, aktin nënligjor të kohës tonë, cilën e kanë shpallë jo kushtetues, e kanë bë ligj. Njëjtin. Po është e njëjta gjykatë kushtetuese. Po e njëjta gjykatë. Po ajo gjykatë kushtetuese me një farë kohe zëri s'ju ka dëgju. S'ka mund vendosen mbi argumente profesionale, mbi argumente politike. Sa erdhën këto me balancues, me diaspor, me regjistrim popullsisë, me gjithçka. Zoti Ismaili, këtu para meje, unë e kam referatin e vitit 2024, që është dashur të miratohet më 11 dhjetor 2024 nga gjykata kushtetuese. 75 faqe i ka. Është i nënshkruar nga gjyqtarja referuese Elizaveta Dukovska, për arsye se lënda e gjuhës shqipe asaj i ka ra. E nënshkruar po ashtu edhe nga një këshilltare në gjykat, Magdalena Paunkova Spasova. Me fakte po flasim. Na atëherë dulëm në protesta, në shatore, tenda, për arsye se 2 javë më herët e kemi patër. Madje disa portale, si portali 360 gradë, e publikoj 3-4 ditë para 11 dhjetorit. 18 dispozita planifikohet të shfuqizohet. 18 dispozita. Unë vetëm për ja unë numroj për hir të kohës shpejt. Neni 1, paragrafi 2, ku përmendet gjuha shqipe, fjalët gjuha shqipe ju pengojnë vlla. Shfuqizohet si jo kushtetues. Neni 1, paragrafi 3, fjalët institucione tjera. Neni 2, paragrafi 1, në pjesën institucione tjera. Neni 2, paragrafi 2, si edhe në të gjitha organet tjera, trupat dhe institucione tjera. Neni 2, paragrafi 3, në pjesën si edhe në sfera tjera. Neni 3, në pjesën si dhe institucione tjera. Neni 6, paragrafat 1, 2, 3, në pjesët si dhe në institucione tjera. Neni 7, paragrafat 1 dhe 3, në pjesët të gjitha institucioneve tjera. Neni 8, paragrafi 1, në tërsi, ku thot,
ku thot, në tërsi, ku thot kartë monedhat dhe monedhat, se dhe pullat postare do të përmbajnë simbole, për simbolet fletë, që përfaqësojnë trashëgiminë kulturore dhe të qytetarëve që e flasin gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin. Edhe kjo dhe simbolet e shqiptarëve u pengojnë. Neni 9, paragrafi 2, 3, 4, 5, në tërsi, që ju referohet procedurave gjyqësore, administrative, ekzekutive, procedurat për ekzekutim sanksioneve, procedurat parahetimore, hetimore, procedurat penale, kundërvajtjes, kontestimore, jashtë kontestimore, e kështu me radhë. Dhe arrim neni 18, paragrafi 3, gjuhës shqipe, për filolog të diplomuar, përmendet të gjuhës shqipe. E kjo të gjuhës shqipe të fshinjet, pa i filologu i diplomuar, është i një gjuhe. Po, sigurisht. Së mund të jetë i gjuhës kineze, se këj ligj nuk i referohet. Gjuhës anonime. Gjuhës kineze si gjuhës zyrtare, po gjuhës shqipe mërla i referohet. Edhe ma shtylla kurrizore. Thot neni 23 paragrafi 5 tërësisht të shfuqizohet. Gjykata kushtetuese. Kjo është plani. Këtë vendim ka ndash me marrë. Ku thot? Kjo ja jep edhe expressis verbis, shprehimisht, mënyrë eksplicite. Edhe mënyrë eksplicite ja jep ligjit për gjuhën shqipe statusin e lex specialis, ligjit special. Edhe thot, në rast të mos harmonizimit të dispozitave të këtij ligji me dispozitat gjuhësore të ndonjë ligji tjetër, organet kanë për detyrë të zbatojnë dispozitat e këtij ligji. Edhe më thoni. Tani që e prek edhe çështjen e jurisprudencës e gjitha tjera. Pikë parit e jurisprudenca situata ndryshe. Ligji për provimin e jurisprudencës nuk e parashe as gjuhën maqedone, as gjuhën shqipe. Pse mor vlla po ma cenon mua këtë drejtë? Për cilën ka luftu populli im. Janë dhënë dëshmor, janë dhënë jetë njerëzve e gjymtyr, e kështu me radhë, për në këtë status, e pse unë po i drejtojmë opinionin maqedonës, politikës maqedonase, pse tash i ke gjetë disa të mirë që i ke fut në qeveria, janë pa fuqishëm, donë këtë zezë, me jena i bët gjithë popullit? A janë pa fuqishëm edhe pas gjedhjeve lokale? Pa fuqishëm, totalisht janë pa fuqishëm. Edhe me 10 komuna të fitura? Edhe me 10 komuna për arsye se është rikonfirmuar mos legitimiteti i tyre në rrafshin nacional. Zot Ismaili, këtu të emisioni juj, ekskluzivisht ka marrë pas zgjedhjeve. Në partitë politike maten me votët, sa aty është më pastër situata, si gjithmonë, kjo është ABC-ja në politikë, se sa kanë marrë për listën për këshilltar. Në bazë votave, në bazë të listës për këshilltar, 20 deputet do t'i merrte Bashkimi Demokratik për Integrim, 15 këta që janë patakat. S'ka ndryshu, aty jemi. Mirë, të mbesim të kjo. Kush e mbrojti ligjin për përdorimin e gjuhëve nga ky cënim dhe ky rrezik që ka parashur, se me shfuqizimin e këtyre dispozitave lexohet çka po mbetet brenda këtij ligji. Asgjë s'mbetet. Po. Prandaj kush e parandaloi këtë rrezik? Si, po ju e dini, tash kush po ja merr mendje se e parandaloi. Jo, po ju pyes juve, s'po flasim me hamendje. Stojilkoviçi, Atanja Karakamisheva, ekspertja e Vlenit. Jo, për këtë. Që ajo është iniciuesa për shfuqizimin e ligjit. Kush ja u merr mendja? Ju e dini se aso kohë 2-3 ditë, 4 ditë, edhe para protestës qeveria fliste për plane destabilizuese që BDI-ja po do me realizu? Jo, BDI-ja nuk po harton plane destabilizuese. Politika shoviniste që po e përdor si instrument gjykatën kushtetuese me këtë referat po harton plane. Kjo është plani destabilizues. Mirë. Gjykata kushtetuese është shndruar në gjykatë destabilizuese të shtetit. Ata, na, çka të bëjmë? Për pos që ta shfrytëzojmë një të drejtë demokratike, dalim protest, mobilizohem, edhe merr mirë. Sot studentët çka thanë? Nëse i keni dëgjuar me vëmendje, edhe i përshëndes për guximin. Kanë shpresë shqiptarët e Maqedonisë me një gjenerat këtill, ku thanë, nuk është më çështje e provimit jurisprudencës. Sepse kanë zbuluar edhe shumë probleme. Kanë zbuluar edhe shumë probleme tjera. Po. Mo, kjo betejë e tyre, protesta e tyre është për mbrojtjen e ligjit për gjuhën. Shndrohet më në kauz. Shndrohet në gama e kauzës tyre zgjerohet. Fiks. Tash ata po, unë sot
para se të vi këtu. Ndoshta edhe ju keni pas mundësinë që t'i përcjellni. Pra ata thanë, nuk është çështje e provimit të jurisprudencës. Janë detektuar edhe shumë probleme tjera ku nuk po implementohet gjuha shqipe dhe ne po dalim në mbrojtje të ligjit për gjuhën shqipe. I përshëndes për guximin dhe kjo më bën që të qëndroj me shpresë se shqiptarët e Maqedonisë kanë shpresë. Kanë një gjenerat të artë me vetdije të lartë kombëtare. Fiks. Kështu, zoti Ademi, tani ju i keni kurorzuar se arritje në kuadër të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe themelimin e 2 institucioneve të veçanta, Inspektoratin për përdorimin e gjuhëve dhe Agjencinë për zbatimin e gjuhëve. Me që jeni edhe jurist, edhe i keni ndjek këto ngjarje, ku ndodhet fati i këtyre 2 institucioneve sot? Sot janë inekzistente, thuajse. Inekzistente, Agjencia për zbatimin e gjuhëve, ju i keni pas, Stojilkoviqi ka sjell vendime që në fillim muajin e parë, 2024, për me i zhvendos, tash mbi shkrimet e agjencisë i kafshin. Janë fakte notore. Zoti Ismaili, ju si gazetar, shkoni merrni në kamerën dhe i shihni. Po, kemi pa fotografit, po që janë që po flas. Inspektoratit, na e dham listë special sjellën për inspektoratin, zoti Ismaili. Institucion me kompetenca I vetanake. Statusin e personit juridik. A e dini ju se unë e ndryshoj kjo përbërje, ligjin për inspektoratin? A e dini? Dhe ja morën statusin e personit juridik? A e dini ju se sot inspektorati është pa status personit juridik, po vetëm si organ përbërje në Ministrisë Drejtësisë, po me gjithatë edhe aty ka njerëz profesionist. Ka heronj, mbrojtës, gardian të ligjit për gjuhën. Po ato inspektor që janë trajnu në kohën tonë, kemi ndërtu institucionene. Institucione kemi ndërtu. Zgjidhje sistemore kemi para pa. Nuk jemi në evleni që e lip leje prej Stojilkoviqi, përzes Stojilkoviqi nga zyrat. Sot po ato inspektor, edhe të ati institucione, jo si bëdi populli shqiptari ka kriju ata. Sot ata e dënojnë e gjobisin ministrin e tyre. Filkovin. Edhe paramendo, ka institucion që thot ministri ka shkel ligjin, a i keni ndëgju të vlenit që duke thonë se ministri ka shkel ligjin? Jo. Jo, nuk i kemi dëgju, po si dëgju, po zgudzojnë, po e thonë me mburrje se tani në kohën e koalicionit vlen inspektorët japin gjoba, sepse në kohën e BDI-s nuk kanë dhënë gjoba. Jo, nuk është e vërtet. Kështu e thonë. Nuk është e vërtet. Jo, dokumenti ju siguroj, ku i kanë dënu funksionerët tanë, edhe ka ma krenari ma të madhe të ndërtosh institucione që ata të gjobisin sot për ndonjë lëshim, a? Ndonjë lëshim. Zoti Ismaili, me dokumente u asiguroj, në procedura gjyqësore janë funksioner qeverisjes kalum. Macedonas e shqiptar, po këta që ka janë shqiptar e kanë tirë me qëllim inspektoratin. Po, me sa kam informat dhe avokati popullit. Me qëllim e kanë tirë inspektoratin, Ishe avokati popullit, po. Urdhno, inspektom. A jam duke zbatu ligjin për gjuhën ajo? A e dini se dhe sot e kësaj dite procedura ka gjyqësore? Këto jetojnë në univers paralela, dojnë hi syve, dë një tymnoj, kështu amnezi, mendojnë se kemi nea. Unë të gjdo fjallë që e thamë, pra ndaj tash, duhet të arrujmë atë standardin e fjallës publike, edhe premtimit publik. Ka qenë fushat, e kanë thonë për fushat, çka nuk kupton kjo fushat, se lejohet me rrejt, lejohet me gënjy. Po jo, pasaj kur të flasim, nuk duhet të flasim me standarde të njanshme, atër duhet të shohim edhe atë që keni premtu ju në fushat. Po, urnoni. Po, pa tjetër. Po, ajo çka është realizuar. Flasim për premtimit fushatë, flasim edhe pas fushatë, edhe për vlenin e për BDI. Shiko, a më pyete mu se në cilën gjuhë kanë hyrë shqiptar. Ata asë një herë deri më sot nuk është organizuar. Po, fiks. Po nuk e kamufloj mërzotri. Vërtetën duhet me thonë. Po, ama për këtë vërtet duhet me mbajtë edhe përgjithësi. Po, mbajnë përgjithësi. Ja përgjithësia. Se këtu e keni dikush që në mënyrë sinqert e konstaton gjendjen reale, edhe të tjerë që ja humbin edhe statusin e personit juridik të inspektoratit, të thojnë, do të avancojmë. Si autonomia po shfuqizohet, se sa pavarësi do të bëjmë pavarësi. Po, këto kanë thonë. I keni deklaratët publike. Shikoni, na kemi sjell ligj për gjuhën tash, me
përplasje të mëdha, Kushtet jashtëzakonshme, kushtet jashtëzakonshme. Kemi kriju inspektorat, kemi kriju agencion për zbatimin e gjuhës, që sot Stojlkoviqi po i përze. Sektor në çdo institucion për zbatim të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare gjithandej. Ai inspektorat ka dalë në terren, a është bë gjithçka sipas këtij ligji? Jo, mor vëlla, unë po të them, do të na dalin situata edhe në të ardhmen. Po kur na dalin situatat, çka duhet na Zoti Ismaili themi? S'ka qenë deri më sot edhe mos bëhet kur. Jo, mor zotëri. Jo, mor zotëri, unë do të kërkojmë procedurat gjyqësore, se për atë ligj gjak është derdh. Do të kërkojmë procedurat gjyqësore nëse njëra prej palëve është shqiptar, edhe shqipja të jetë gjuhë zyrtare. Do të kërkojmë prej secilit institucion që ty kumtesat mos me t'i sjell vetëm maqedonisht. Ma kumtesat, derisa ka qenë BDI, në 2 gjuhë kanë ardhur. Sot prej ministrave maqedon vinë vetëm maqedonisht. Pa duhet ligj për këtë çështje. Ka pas probleme edhe me çështjet tabelave, po këto tema janë vërtet më gjëra, zoti Ademi. Jo më gjëra, po jo këtu duhet ta konstatojmë se a kemi avancim, a kemi status quo, a kemi degradim. Po sa tabela rrugore janë vendos, janë hek ato 2 gjuhë dhe janë vendos gjuhën maqedone. Po probleme të tilla ka pasur mjaftueshëm, po nga ana tjetër ka pasur edhe intervenim. Sot shqipen ta hek, ta vendos vetëm maqedonisht. Po dilnin korridorin 8, poshtë dje një status të Faton Pollozhanit, kryetari degës Strugës. Korridori 8, që po bëhet tash, Kërçov Strugë. Gjitha tabelat e reja janë vendos maqedonisht. A është kjo shkelje ligjore? Po, natyrisht, derisa është ligji në fuqi, sigurisht që është, po. Është në fuqi. Edhe do të bëjmë çmos në mbetet në fuqi, se jemi marrë vesh një herë. S'miremi vesh për ditë. Edhe di pse duhet me mbet në fuqi. Tani po flisim me fjalorin e kryetarit tuaj. Jo, e di pse duhet mbet në fuqi. Hape amendamentin 5. Pika 1, nëse nuk gaboj alinea 5. Thot në organet e pushtetit shtetëror. Organet e pushtetit shtetëror. Gjuhë tjetër nga gjuha maqedonase është zyrtare dhe për këtë duhet sjellët ligj, kështu. Çka përcakton kjo dispozit? A vjen mes fondin e një juristi, qofse unë nuk mund ta mbroj këtë çështje juridikisht, prej turpit unë s'duhet të shkoj më në punë. Apo kjo dispozite, di çka parashe? Kjo dispozit parashe se çështja e gjuhës është materie ligjore. Varet prej ligjvënësit, se cila do t'jetë niveli i përdorimit dhe zbatimit saj si gjuhë zyrtare. Prandaj gjykata kushtetuese duhet shpallet inkompetente. Amendamenti 5 ka thonë në marrëdhënie diplomatike, gjuha zyrtare është vetëm gjuha maqedonase. Ajo është linja e kuqe, apo? Kornizat. Pastaj rregullon dokumentet personale, apo? Pastaj në vetë qeverisje lokale rregullon. Edhe thot, a këto janë një minimum, bazë minimale, se kushtetuesi dhënë si një minimum, një standard minimal e ka rregullu. E thot, e sa do t'jetë maksimumi varet për ligjvënësit. A sjellëm na në 2008 ligj për përdorimin e gjuhëve? Sjellëm atë ligj, se në atë kohë vullneti i ligjvënësit ishte aq. 2011 a u ndryshu dhe u plotësu. Ishte aq, u avansu, po ishte aq. Edhe nuk kemi deklaru se është mbyll pjesa normative e marrëveshjes së Ohrit. Ama në 2019 kur hynin në fuqi thamë u mbyll pjesa normative. Se vullneti i ligjvënësit është ky. Edhe e ka fitu statusin e meritum përputhje me marrëveshjen e Ohrit dhe me amendamentin 5. Prandaj gjykata kushtetuese sot nuk ka kompetencë. Zoti Ismaili, nuk ka kompetencë juridikisht, po e them. Zoti Ademi, duhet kalojmë tema tjera në interes të kohës. Koalicioni vlen pjesë të pushtetit e kurrizojnë si arritje historike sjelljen e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Atë që nuk e bëri BDI për 20 vite, sipas tyre vlen po e bën për 2 vite. Çka është duke bën vlene? Është duke sjell një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Edhe atë ligj e ka hartu kundërshtari i gjuhës shqipe, pikën 13. Shifni këtu pikën 13, Tanja Karakamisheva. A vëshë kush ai nicus kundër ligjit për përdorimin e gjuhëve? Tani unë më herët e përmenda zotin Sulejmani njëti tha pse po e quani ligj të Karakamishevës se nuk po e quani ligj të Shasivarit. Shiko, edhe Mersim Maksuti ishte pjesë e grupit punus, edhe jeton Shasivari. Mersim Maksuti dul publikisht që mos turpnohet,
që ta ruaj dinjitetin e vetet familjes tij. Tha, ky ligj nuk rregullon asgjë. Ky ligj na kthen mbrapa. Edhe tha, jap dorëheqje. E tash dikush pranon që qëndrojnë në hijen e Karakamishevës, dikush ka dinjitet, ka karakter, ka kurriz, s'don ta përlyj emrin e tij e të familjes tij. Prandaj është ligji i Karakamishevës. Këtë le të harrojnë, gjitha informacionet i kemi. Kush e ka hartu, si e ka hartu, debatet që i kanë bërë brenda në grupun NUS, gjitha i dim. Po çka është me rëndësi? Në pikë pari ligji është i Tanja Karakamishevës, albanofobe. Besoj se këtu s'kemi dilemë. Jo, absolut. Unë e ti, në rregull. Çështja e dytë. Ligji për përfaqësim drejtë adekuat asiguron kuota etnike? Për këto çështje, zoti Fetaj ka thënë është problematike për shkak të vendimit të gjykatës. Ajo për shka arsetimin nuk po du, po vetëm të konstatojmë disa fakte. Po. A siguron kuota etnike? Jo, nuk ka. Mbaroj filme. Tu te çështja e dytë jam ndalë ku mbaron gjithçka. Po hajtë pi përmendim edhe disa argumente. A ka një mekanizëm e cili përcjell? Po, trupin koordinuese kanë përmendur. A një në vjeta? Edhe raport një në vjetë. Po s'ka nevojë për trup koordinuese. Di pse? Se me kushtetut vendit. Avokati popullit ka kompetencë kushtetuese me përcjell përfaqësimin e drejtë adekuat. Po, pjesë e këtij trupit koordinues thonë që është edhe avokati i popullit. Po, ama jo, avokati me kushtetut më ka këtë kompetencë? Jo, hajde ti triplifikojme, shumë fishojme edhe institucionet, hajde edhe në parlament, hajde edhe në për komunat formojmë trupa koordinuese për përcjelljen e përfaqësimit drejtë adekuat. Edhe çështja esenciale. Ekziston pra obligim për institucionet për mos i identifikuar përkatësinë etnike të kandidatëve. E kanë rënë marrëveshjen e Ohrit. E kanë sakatu marrëveshjen e Ohrit. Gjithë marrëveshja e Ohrit mbështetet në deklarimin e përkatësisë etnike. Formulimi 20%. Që ti flet gjuhën shqipe. A ka të bëjë me përkatësi etnike? Po, sigurisht. Përdorimi i flamurit zyrtar. Mbi 50%. A ka të bëjë me përkatësi etnike? Përfaqësimi drejt dhe adekuat, që është në amendamentin 6. A ka të bëjë me përkatësinë etnike? E ditë që këta me këtë çka kanë bë? Sikur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht sa i e me prejardhje italiane, shqiptare, hispanik, gjithë janë amerikanë, apo? Këta janë munduar me këtë vendim. Po flet edhe për proces asimilimi? Po, asimilim. Po, ti mundesh këtu në televizion, unë me u trenu, edhe me bërtit, mu qirë, me thonë sa du se unë jam shqiptar. S'ta ndalojnë kërkush. S'na i ka ndalu as Jugoslavia, me thonë unë jam shqiptar. Po, këta në kanë këthy në kone Jugoslavi se kjo deklarate imja edhe jotja, se jemi shqiptar, nuk ka relevancë në institucione. Nuk është relevant. Edhe argumenti i fundit të përfaqësimit drejt të ky ligji Karakamishevës, është s'ka sanksione. A ka sanksione? Jo, nuk ka, vërtet. Cilin për këtyre argumenteve mund të demantoni, urdhnoni. Ma demantoni, urdhnoni. Edhe me sondin e juristit. Fiks, po. Po këtë çështje i kemi pyet. Po si mor ta votojmë një ligj tillë? A për hatrin Karakamishevës t'ja bëjmë edhe VMRO dhe VMNS? Po ju e dini, zoti Ismaili, se abrogimi, shuqizimi balancusit ka qenë programin parazgjedhor VMRO dhe VMNS? Po, fiks. A e dini, zoti Ismaili, se unë kam reagu, programin e qeverisë, para se të votohet qeveria, du të dorëzoje programa, po? Se më varet për i programit, a do e votojnë deputetet, a do e votojnë. Kështu të pak të në supozohet jetë. Ashtë kështu nuk është kështu. Po supozohet jetë në kushtet ku ka një vetdijet lartë demokracisë të përfaqësuesit e popullit në parlament. A e dini ju, se dhe në programin e qeverisë është shuqizimi i balancuesit. E tash ma thoni ju, se a e di çka thonë përfaqësuesit e Vlenit? Thanë që edhe BDI e ka kërkuar. Jo, nuk është e vërtetë. Po këtë ka thonë këtu. Ama lema ta mbaroj argumentin, pyetëm, nuk do të mbes në borç. A e dini ju se ai program
i VMRO DPMN-s, i shndruar në program qeverisë. Ku bën pjesë dhe partnerët. Po, këta e kanë votuar program qeverisë. U realizu nga gjykata kushtetuese apo gjykata destabilizuese e Maqedonisë? A edheni? E tash më thoni, se përfaqësuesit e Vlenit thanë, ma mirë përfaqësimi drejt dhe adekuat ka shku pa balancu se me balancus. Po, Ma mirë me marrëveshje politike. Po bie argumenti kryesor jugosloven i tënve, se këta thonë përkatësia etike para asoj etnike, përkatësia profesionale, meritokracia para etnisë. A thonë këta, Vlenit? Po, e kanë të shkruar publike ato po. Po, marrëlla. Po, ajo meritokracia në 0.2% neve nga ka prunë, në 2001. Po që kjo marrëveshje e Ohrit e këto zgjidhe nga prunë në ndër 22-3%. A janë punësu gjithë me merit? Jo. A ka pas dë një keq shpërdorim? Nuk e po. Mirë po, a na ka bon për 0.2% në 23%, a 24%, sa jemi tash? Po. Për juve si jurist, proverba që ligj ideal nuk ka, i mirë i keq, ligj është? Aja katastrofë. E ka thonë Zoti Mexhidi disa herë publikisht. Do me publikisht. thonë, unë uroj që t'jeti i vetëdijshëm për deklaratën që ka thonë, ligji i mirë apo i keq, edhe ai ligj që t'asimilon, sa ka tonë, e të shkatron, ligj është, ta zbatojmë. Jo marrëlla. Unë po të kundërshtoj ligjet këshia. S'ka ligji mirë apo i keq, po vetëm ligjet mira këtu ka. Ligje Slobodan Miloševićit, jo, se Slobodan Miloševići ka thonë, këto shqiptarë që po qonë në protesta për shkelin ligjin, ligji i mirë apo i keq anë ligj, edhe Miloši ka thonë kështu. A e dini çfarë deklarate është kjo? I keq apo i mirë është ligj. Dhe s'ka ligj të keq, s'ka ligj të Karakamishevës, do të bëjmë çmos që ta ndalojmë. Edhe do të bëjmë çmos edhe gjykatën kushtetuese, mos ta lejojmë këtë plan ogurzi për shqiptarët ta realizoj. Edhe këtu e ditë shka, këtu s'ka parti politike. Këtu mu si Arbër Ademi nuk më banë për shtypje se ku qëndron Bashkimi Demokratik për Integrim. Po këtu, bashk, edhe unë, edhe ti, edhe njerëz të mirë ka edhe në Vlen. Edhe në Vlen ka njerëz të mirë. Që për një arsye apo tjetrën janë aty në Vlen. Edhe ata duhen të banë bashk, gjithë bëhemi bashk. Ta rritur e të imbrojmë bashk. Se jemi duke shku në drejtim të gabum si shtet. Edhe këtu nuk mbaj llogari prapa e përsëris për statusin e partisë time politike. Po si shqiptar duhet ta krijojmë një front të gjerë të rezistencës, ta luftojmë këtë keq. Zoti Ademi, jemi krejt në minutat e fundit edhe kërkoj për ju që përgjigje sa më të shkurta në interes të kohës për ta përmbyllur këtë diskutim sepse koha vërtet iku shumë shpejt. Kongresi i Vlenit u mbajt më 9 maj. A ka mundësi ta te kalojmë? Jo, ajo që ka ndodhur në Vlen është irelevant. Jo, nuk e dëgjuar këtë telefon. Pse nuk pati përfaqësues të BDI-s aty? Po pikë pari njerëz dia kanë dërguar ftesë, unë jo, po e pyetëm këtu ka dërguar ftesë. Ju jeni sekretari i përgjithshëm, pse nuk vlerësut që duhet merrni pjesë? Çështja e dytë, ka qenë çështja e parë u pastru, keni pas ftesë. Po duhet ta konfirmoj. Duhet ta konfirmoj. Mirë, ju do ta konfirmoni, unë po i citoj ata që kanë thënë kështu. Çështja e dytë, ata janë një Frankenstein politik. Unë thash shumë shkurt, zoti. Ama jo Frankenstein politik i zotit Mickovski. Ka marrë disa copa, një adje, hajde pi u bëj alternativë BDI-s. Edhe në fund ditës është një kërkesë e kryetarit tuaj, zoti Ademi, që le të bëhen bashkë gjitha partitë. U realizu kjo, ama tash edhe modele me javën punuar. Jo, modele. U realizu kjo, ky bashkim, pse mos marrë pjesë një përfaqësues i BDI-s? Larg asaj. Modelin na s'ja imponojmë kurkujt. Shumë mirë. Po na jena për bashkim shqiptarëve, unë të paktën jam ashtu. Ai bashkim origjiner autonomi shqiptarëve, se parti politike UDB-ja ka kriju mjaft në Maqedoni. Mirë, po vazhdoj me pyetje tjera. A ka pasur himne në kongreset e BDI-s? Vetë zoti Mexhidi e keni në kam, çdo herë zot Mexhidi kur ka qenë në kongres BDI-s, i është ngritur në kam himnit kombëtar. Madje në kongresin e fundit, ta dini, ka pas një video material që tregon ecurin
e Maqedonisë. Po. Pi para 2001-shit, luftën e 2001-shit, Deri tek e ka kryeministri patër, shqiptar, po. deri te kryeministri shqiptar, madje kemi patër kritika se këta të moderumit, prej kritika për këtynve të moderumit që janë pa shtyllë kurrizore, BDI-a s'po del prej folklorit nacionalist, kështu. Domethënë kemi qenë të kritikuar për nacionalizëm me atë video. A zoti Mexhiti çdo në kongres që ka qenë BDI-s si nën kryetar është ngritur në kamp. Se himni është intonu. Po, zgjedhjet e parakohshme nevoja po dëshira e opozitës, shumë shkurt. Edhe domosdoshmëri, edhe dëshirë në prej kohësh kemi thonë. Dalim të kthehemi, të matemi të qytetar, edhe të shohim se kush sa po peshon. Zotë Ademi, faleminderit për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi gjithashtu edhe nga ana ime. Faleminderit. Para se ta mbyllim, duhet ta qartësojmë një çështje për hir të korrekcisë opinionit publik dhe për hir të korrekcisë me mysafirin e ditës së hënë, kryetarin e partisë Vlen zotin Izet Mexhiti, me cilin kemi diskutuar mes tjerash edhe për ligjin e regjistrimit të popullsisë. Zoti Mexhiti kërkoi kohë për ta verifikuar nëse ka votuar ose jo këtë ligj, dhe pasi e ka verifikuar, na ka dërguar material të dokumentuar që e ftoi regjin ta nxjerrë materialin në ekran për ta parë audienca që në seancën e 21 janarit të vitit 2021, kur është miratuar ligji për regjistrimin e popullsisë, zoti Mexhiti fare nuk ka qenë prezent në këtë seancë, që i bie me automatizëm edhe nuk e ka votuar dhe mbështetur këtë ligj. Kaq sa i përket sharimit në ndërkohë, shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.